Kërkoj vrasës për nënën. Drama tipike e formulës jetësore amerikane u ngjit premier në skenën e teatrit Migeni të Shkodrës, një histori e cila prek thellë dhe sfidon moralin. Me regji të Naser Shatrollit dhe përkthyer nga Artur Lena, ajo sjell një histori reale, anën e padukshme të shoqërisë amerikane, ku anëtarët e një familje në hallin e tyre bëjnë pazare me vetveten, shiten për të mbijetuar dhe në këtë tregti futet edhe uniforma e shtetit e një detektivi. Përjetimi është shumë i thellë, sinqerisht në kuptimin e asaj që ka po ndjej në relacion me ata që ka dhënë artistët dhe ata që se e pritën njerëzit, publiku. Këtë është herë e parë që jam në Shkodër, punoj një projekt goxha i madh, goxha projekt me një temë shumë delikate, shumë e madhe, definitivisht shumë e prekshme, shumë e frikshme dhe po më duket se në bazë të gjithë asaj që u pa dhe u dëgjova, më duket se kemi dalë dhe ja ha zemrën Shkodrës se na dojmë Shkodrën, ne kemi dashur Kosova gjithmonë. Nona jeme ndjera atje në Qiell, ku është ajo gjithmonë më ka thonë djalë Shkodran, kështu që shpirtit sa ja dedikoj, se mu duk që vërtet pati emocion, në vërtet kam punu me tërë qenjen që shfaqja të vijë, se është tema e tillë që du të jemi sinqert, serioz, sepse familja është kulti, është si thosh themeli i shoqënisë shqiptare, i botës, i Amerikës dhe kudo në univers. Megjithse ngjarja zhvillon në qytetin e Teksasit, historia e saj përkon me të gjitha akumulimet e mëdha të shoqërive kapitaliste, ku njeriu shndërrohet në mjet përtallës dhe esenci i masës së ndershmërisë dhe ndërgjegjes bie në fundin e pusit, siç e përshkruan një moment edhe vrasësi i jetën e tij në punë. Relativisht është i vështirë, themi, për vetë ato tema që trajton edhe për vetë të themi edhe qasjen që duhet merrshim ne si trup në asaj teme, në asaj vepre, por është i puna është bëha mallë, kam përshtypjen, publiku shoqërzotit e priti mirë, ashtu siç i pam ne reagimet. Shpresoj tashti që të vazhdojmë të kemi këtë suksesin e sonqëm, me siguri unë mendoj që shfaqja për herë më mirë ka ardhur më ba. Ishte krejt një rol krejt ndryshe nga ajo që unë baj zakonisht. Por kena punu plot një muaj e gjys, ka kanë shumë sfidë, ka kanë krejt eksperiencë e re për mu, sepse është hera parë që luaj në një dramë të mirë fill, kaq të fortë. Jam mundu me bë maksimumin tem, jo vetëm unë, po ashtu edhe gjithë trupa, ju e pa vetë kimin që kishim ne me njëri tjetri. Eksperiencë që nuk e harroj kurrë, që më ka sjellë shumë energji të mirë dhe më ka mbush si person, si njeri unë kam mbush, sa kam nejnë Shkodër, sa e më njëftu me Shkodran, me gjak tem në sudi që me thonë. 5 aktorë që sjellin në skenë këtë dramë, secili më i çuditshëm se tjetri, më problematik në mënyrën e vet se tjetri, ata shohin interesin e vet para së gjithash, duke e dëmtuar jetën e tjetrit dhe duke hyrë në kufit moral, etik dhe njerëzor.